Sherif. O zoti madh. O zoti madh. Nga 1 në 10 sa mbështet inteligjencën artificiale, unë di se çfarë po bëjmë ne me inteligjencën artificiale dhe janë gjëra shumë pozitive që na vlejnë për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj publikut. Po, dihet që ka dhe rreziqet e veta, po nuk varet fare nga unë dhe nga ne këtu nga Shqipëria se si do të shkojë puna inteligjencës artificiale. Ne thjesht duhet të bëjmë maksimumin që t'i marrim më të mirën inteligjencën artificiale. Mbas 8 vjetësh provoja, thot një tjetër ekip në drejtim, besoj se ky është kontributi më i madh që mund të bëje. Unë kam një opinion të krijuar në vite nga eksperienca tani më që çështja e skuadrës është një çështje e skuadrës në kuptimin që nuk është çështje e individësh, një këtu, një atje, po është çështje e funksionimit të gjithë skuadrës. Megjithatë, kjo është një bisedë e gjatë për sot. Ajo që unë të them është që Partia Socialiste është një shkollë e vërtet e kultivimit dhe e promovimit të rinjve. Dhe sot Partia Socialiste ka një skuadër që është skuadra më e re. Do me thënë kushdo të reja dhe të rinj i ka në skuadrën e Partisë Socialiste me shumicë. Dhe i ka me shumicë në listën e mbyllur. Ky është një ndryshim shumë i madh me të gjithë të tjerët. Të shkosh të votosh ato moçalishtet e reja që janë hapur, në rastin më të mirë me fat, mund të marrësh në parlament, mund të kesh parlament një person, me çdo bëj një person. Ndërkohë që duke votuar për ne, përveç të gjitha të tjerave, do kesh shumë të rinj dhe të reja në parlament, që janë praktikisht baza e gjeneratës tjetër të leadershipit të Partisë Socialiste. Sot leadershipi i Partisë Socialiste përbëhet nga një gjenerat që ishte një gjenerat e re kur ne morëm detyrën. Tani një tjetër gjenerat po rritet hap pas hapi me akademinë politike, me platformën deputeti që duam, me gjithë hapësirat që ne kemi krijuar dhe faktikisht kemi bërë një transformim radikal të skuadrës që kishim. Kjo është gjëja që ja dhe mashtrimi i radhës, sot i fani, po për çfarë mashtrimi i radhës ke fjalën fane? Irfan Koçi, për çfarë mashtrimi i radhës ke fjalën? Se unë jam duke folur dhe më duket se po them gjëra fare të thjeshta të verifikueshme. Pse filloi që tani para votime rrogat minimale 500.000, pse në 2026, apo sa të kalojnë votimet, të mori prapë, nuk ka lidhje fare me votimet kjo i dashur, hiç, zero. Ne nuk kemi bërë asgjë për votimet në kuptimin asgjë nga ato që unë kam thënë kur parashtrova piketa dhe prandaj i quajta dhe piketa të programit ton qeverisës. Nuk është bërë për votime, miku im. Asgjë, zero. Është i gjithë programi ynë, qeverisës. Ne punojmë me program, ne kemi kalendar, ne kemi ato 300 ditëshat e brendshëm që çdo 300 ditë rinovohet programi, çdo ministri, çdo ministër, çdo ekip, çdo institucion i pavarur, domethënë kuptimin institucioni veçantë që varet nga kryeministria, akshi, kadastra tjetri kanë programin e tyre, kështu që është program permanent qeverisja, nuk është muhabet. Nuk është muhabet kënete, që hajtë po mblidhemi dhe po bëjmë një program dhe po marrim dhe sherifin. Po na vjen dhe sherifi. Po na vjen
e mbesheri. Turista janë të gjithë të mirëpritur të vinë. Po, këta turistat që marrin kaq shumë para dhe si marrin është një pyetje mbete. Ku gjenden gjithë ato para për këta lloj turistash? Megjithatë të vinë, bujrum, të vinë. Ja erdhi dhe 11 maj, në fakt, edhe aty do duken qartë dhe pastër që të gjitha gjërat. Kemi të tjera pyetje. Zoti të rujt mos më ndalë, thot Lavinoti, faleminderit shumë Lavinote, e vlerësoj shumë. Rivlerësimi i pronave do të bëhet në 6 mujorin e dytë, e kemi thënë këtë me kohë, dhe ka disa arsye. Pse? Është një punë shumë e madhe, po përgatiten hartat, sepse po bëhet gjithë bilanci, shitblerjeve, etj. Që të bëjmë një rivlerësim sa më domethënës edhe sa më të favorshëm për të gjithë ata që po e presin. Me sa sheqer e pi kafen, 0 sheqer. Bile kur më thonë, a do sheqer, them jo se jam shumë i ëmbël vetë. Në fakt jam më i ëmbël se sa dukem në të vërtetë. Ishte shumë e bukur dhe me këta të rinjtë e FRPD-s, mbasi ndetëm ja 1 orë, gjys 2 orë, më thoshin more, po pse kështu jeti, se je ndryshe nga televizori. Në fakt unë jam po ai që jam, po mbas në televizor dukem çik si më i zymë, nuk e di pse. Megjithatë çon si ka kjo, unë nuk jam kandidat për ndonjë martesë, sepse kam një martesë të lumtur, kështu që nuk jam për të dukur bukur apo për të dukur i ëmbël apo i thartë, jam këtu për të bërë punën, kështu që kjo është gjë e më e rëndësishme.